Akute tifonitis Elladas, ta neat albanika. Të dashur dëgjues, mirëmëngjes. Nga zëri Greqisë dëgjoni buletini e shkurtër të lajmeve në gjuhën shqipe. Në njëhonën e referendumit britanik dhe të vendimit të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian do të zhvillohet sot në Bruksel samiti i lartë me pjesëmarrje kishin udhëheqësit e Gjermanisë, Francës dhe Italisë. Kancelarja gjermane Angela Merkel, presidenti francez François Hollande dhe kryeministri italisë Matteo Renzi kërkuan të mos ketë vonesa në procesin për largimin e Britanisë dhe ranë dakord për të paraqitur një propozim për sigurinë, zhvillimin, emigracionin të rinj dhe harmonizimin monetar në Eurozonë me qëllim që të jepet një shtysë e re në euro. Sekretaria e Bashkuar nuk do të kërkojë aktivizimin e menjëhershëm të nenit 50 për dalje nga BE-ja. Zoti Cameron gjithashtu kërkon të respektohet rezultati i referendumit dhe nuk përjashtojë zgjedhjet e parakohshme, duke vënë në dukje se për këtë do të vendosë kryeministri i ri. Samiti i ardhshëm kritikë në Bruksel pas zhvillimeve me referendumin në Britani dhe situatën në Evropë ishte në qendër të mbledhjes që kishte kryeministri Alexis Tsipras me bashkëpunëtor të ngushtë e ministra.